Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen e bëri të qartë se ardhmja e inteligjencës artificiale duhet të formëzohet në Europë dhe Ballkani Perëndimor do të ketë një rol të veçantë në këtë vizion. Gjatë analizës së saj në Shkup, ajo njoftoi ngritjen e 2 fabrikave të inteligjencës artificiale, një në Maqedoninë e Veriut dhe një tjetër në Serbi, që do të jetë pjesë e programit të atentateve të fabrikës së AI, tashmë të shtrirë në 7 shtete të BE-s dhe 6 vende partnere. Do fillojmë me 2 antena dhe Maqedoninë e Veriut dhe Serbi, duke krijuar një rrjet të shpejtë digjital në të gjithë rajonin. Kjo do të lejojë kompanive të Ballkanit Perëndimor të ketë qasje të plotë infrastrukturës europiane për inteligjencën artificiale, deklaroi von der Leyen. Projekti me vlerë totale prej 5 milion euro do të bashkëfinancohet nga Bashkimi Evropian dhe vendet përfituese. Sipas autoriteteve maqedonëse, kjo nismë mund të mundsojë studentëve dhe ekspertëve lokal të përdorin burimet e teknologjisë më të avancuar të BE-s, duke shënuar një hap të rëndësishëm në drejtimin e zhvillimit teknologjik kombëtar. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Hristijan Mickoski, e cilësoi nismën si një lajm të shkëlqyer për qytetarët e vendit, që do të hapë dyert për bashkëpunim dhe inovacion evropian. Por krahas premtimeve, Ursula von der Leyen solli edhe një mesazh të qartë politik. Brukseli mbetet i përkushtuar në mbështetje e rrugtimit të Shkupit drejt BE-s, po kërkojnë që vendi të bëjë ndryshimet kushtetuese të kërkuara. BE-ja është gati t'ju ndihmojë, por topi tani është në fushën tuaj, u shpreh ajo.